Pas luftës e ndërroi objektin, e dikush duket se deshtit ja ndryshoi edhe identitetin patriotik. Gjimnazi Gjevde Doda ishte ditë më parë një koqiri një ligjërate për gjykatën speciale, institucion që po gjykan 4 nga ish-drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E pikërisht për përkrajen e kësaj ushtrie, kjo shkollë e mesme ishte më e zëshmja gjatë luftës së viteve 1998-99 në gjithë Kosovën. Tryeza të organizuara, shkrime në revista shkollore, e tituj që flisnin për luftën e UÇK-s kishin kulmuar edhe me vizita në zonat e luftës, e madje edhe me festime të vitit të ri me luftëtarët. Ish-drejtori i gjimnazit, Gjevde Doda Binak Ulaj, kohën e luftës e ka cilësuar si një nga më të ndriturat për shkollën, duke theksuar përkushtimin dhe gatishmërinë e nxënësve për të përkrahur ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sipas tij, nxënësit kontribuan me pjesëmarrje në zonat e luftës, ashtu edhe përmes pjesëmarrjes në demonstrata. Nuk do të harroj asnjëherë përkushtimin e nxënësve, disiplinën e tyre dhe gatishmërinë e tyre. Veçmas gatishmërinë e tyre për të përkrahur luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një pjesë nxënës kanë shkuar edhe në zonat e luftës, ka pas nxënës që kanë kërkuar se këshill atë shkojmë apo jo, dhe ka pas raste kur nuk kam pas dëshirë ndonjëri prej tyre të shkoj, por nuk më kanë dëgjuar, do thot, për arsye se ishin të vendosur. Dhe duhet të vlerësuar këtë, edhe ata nxënës të cilët nuk kanë shkuar në zonat e luftës, në qendër të Prishtinës, atëherë do thot, kanë dhënë kontributin e tyre me qëndrimin e tyre, me pjesëmarrjet të gjitha demonstratat në përkrahje të UÇK-s. Veçmas duhet veçuar revistën e gjimnazit, të titulluar Gjimnazisti, ku botoheshin shkrimen nga zonat e luftës që i sillnin vetë ata nxënësit, mandej betimin e UÇK-s kështu me radhë. Këtë kontribut e mban mend shumë mirë edhe njëri nga nxënësit më aktiv të këtyre aksioneve, Arjanit Bytyqi. Ai tregon se si në shtator të 1998-s, në kohën kur lufta kishte përfshirë gjithë Kosovën, nxënësit e Gjevde Dodës morën iniciativa për të bërë zë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne, një grup të rinj, u patëm vendosur në shërbim të plotë të luftës shqiptare përmes organizimit të kësaj tryeze dhe përmes shkrimeve në vërtetë të UÇK-s. Ato shkrime ne shkonim me realizonin në zonat e luftës, disa prej nxënësve, unë, Bujar Sadiku, Kushtrim Berisha dhe disa nxënës të tjerë. Po ashtu, një pjesë e jona, përveç këtij angazhimi, ishte vendosur edhe në shërbim të luftës shqiptare, jo vetëm në një zonë, por edhe në zona tjera. Prandaj mbështetja jonë nuk ishte vetëm morale, por ne shkuam edhe i vizituam ata disa herë, për të vitin e ri me ta, u asollëm revistën Gjimnazisti dhe revistën e studentëve Bota e Re, me të cilën bashkëpunonim në atë kohë, sepse ne ishim vendosur në mbështetje të lëvizjes studentore dhe të demonstratave të vitit 1997 e tutjet që vazhduan në vitin 1998, që u shndruan në një demonstrata në shërbim të luftës shqiptare. Këta të dy tash janë të indinjuar se si shkolla që dikur shquaj për mbështetjen e çlirimtarëve, tash po shfrytëzohet pikërisht kundër tyre. Ulaj vlerëson se mbajtja një ligjërate për gjykatën speciale pa koordinim me institucionet arsimore, drejtorinë komunale dhe prindrit ka qenë një hap i paqëlluar. Më erdhi mirë se është organizuar një ligjëratë e tillë, pa u koordinuar mas paret me institucionet të arsimit, me drejtorinë komunale të arsimit, me prindërit, për çfarë arsye? Për arsye se gjykata speciale ne na është imponuar. Nuk është gjykata e Kosovës, asgjë është ka të Kosovës. Vetëm me emërtimin e ka. Gjykatës që nuk janë të Kosovës, vendi ku është nuk janë të Kosovës e kështu me radhë. Prandaj, për mendimin tim, çka do të flitet atëherë atyre? Çka do të thotë? Do të thuhet nxënësve vërtet apo jo? Do të thuhet se kjo gjykatë na është imponuar, do thotë nga faktorë ndërkombëtar, por më duket ka qenë një hap jo i qelluar. Jo i qelluar, sepse nëse nxënësve nuk u thuhet e vërteta për gjykatën speciale, atëherë do thotë ata do i mashtrojmë. E ish gjimnazisti Bytyqi thot se 28 vite pas po tentohet të zhbëhet historia e shkollës. Prandaj sot
shumë e pa kuptim që me apo pa vedije të mos ruajmë atë vlerë, sepse ajo vlerë është vlera historisë së Kosovës edhe vlera kontributit të gjimnazit Gjevdedota në shërbim të luftës shqiptare e ka dalluar edhe nga gjimnazet tjera në Prishtinë edhe në qytete tjera, prandaj ajo duhet të ruhet dhe të mos lëndohet me këso veprime të papërgjithshme. Ish drejtori konsideron se masa ndëshkuese duhet të merren karshi atyre që aprovuan dëgjimin e ligjëratës për specialen. Drejtori i shkollës është dash së pari të di cili është qëllimi i kësaj ligjërate, cila është pesha, çka reflekton kjo ligjëratë, do thotë, për çfarë qëllimi, nëse don dikush të na bind, po them edhe një herë të na bind se kjo gjykatë do thotë është bërë me vullnetin tonë të institucioneve të Kosovës, nuk qëndron ajo. Është ashtë të koordinohet të këshillohet me drejtorinë e arsimit. Është ashtë po ashtu të këshillohet edhe me këshillin e nxënësve, edhe të arsimtarve, edhe të prindërve. Kosova Press që nga hana ka tentuar të marrë një deklarat nga drejtori i shkollës Gjevdedoda, Isak Bregaj, po ka qenë e pamundur. Javën që shkoi nxënësit e gjimnazit Gjevdedoda dëgjuan ligjërat për gjykatën speciale në Hag. Mbajtja e kësaj ligjërate ngjalli reagime të mëdha kundër mbajtjes së saj, e cila ishte organizuar edhe pa dijenin e drejtorisë së arsimit në Prishtinë. E nga drejtoria e kësaj shkolle kishin deklaruar se dritën e gjelbër për këtë ligjërat e kishte dhënë Këshilli Drejtues i shkollës. Ndërsa nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë, e cila ka organizuar ligjëratën mbi gjykatën speciale në shkollën Gjevdedoda në Prishtinë, e ka pranuar se ligjërata është mbajtur në bashkëpunim me zyrat e speciales. Në reagimin e kësaj organizate është thënë se aktiviteti është realizuar me lejen e institucionit arsimor, ndërsa kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama, duke u shprehur i indinjuar, paralajmëroi masa ndëshkuese për të gjithë ata që lejuan mbajtjen e një ligjërate të tillë.